Unanimisht miratojmë propozimin që zoti Albin Kurti, kryetari i Lëvizjes, të jetë kandidati jonë për kryeministër të Republikës së Kosovës dhe pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit edhe kryeministri i anshëm i Republikës së Kosovës. Urime e na përshëndera kryeministrit të Republikës. Të dashur delegat të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, të nderuar nënkryetar të Lëvizjes Vetëvendosje, Glau Kënjufsa dhe Mrika Limani Myrtaj, i nderuari sekretar organizativ Alim Rama, e nderuara koordinatore e komiteteve profesionale Dejona Mihali, i nderuari sekretar për marrëdhënie ndërkombëtare Harula Çeku, e nderuara kryesuese e organit më të lartë të Lëvizjes Vetëvendosje, Këshillit të Përgjithshëm, zonja Arbria Nagavci, koleg nga qeveria e Kosovës, deputet të Kuvendit të Republikës, të dashur aktivist e antar të lëvizjes son, sot qëndroj i nderuar para jush që më besuat edhe një herë tjetër si kandidat tuajin për kryeministër. Për çdo herë që kandidohem, nderohem edhe krenohem dhe këtë nder e krenari ju premtoj që do t'u kthej me punë dhe me ndershmëri. Jemi para zgjedhjeve të reja, pa dëshirën time dhe pa vullnetin e lëvizjes son, por si pasojë e refuzimit nga subjekte tjera për të pasur çfarëdo bashkëpunimi me neve. Asnjë nga to nuk po arrin të pranoj realitetin, e sidomos disa prej tyre të cilëve edhe ju ofruam bashkëpunim. Së pari më refuzuan mua, pastaj e refuzuan edhe Glau Kënjufsën për kryeministër. Të dyja herët të gjithë votuan bashk kundër qeverisë Vetëvendosjes. Me fjalë tjera e refuzuan konstituimin, e refuzuan bashkëpunimin, e refuzuan qeverinë Kurti 3, e refuzuan Glau Kënjufsa 1, por gjithashtu janë të njëjtët që refuzuan Albelena Haxhiun, gruan më të votuar në legjislaturën e 9 për kryetare të Kuvendit, dhe janë sërish të njëjtët që refuzuan edhe votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, refuzuan buxhetin e komunave Prishtinë, Gjilan e Zubin Potok, refuzuan ta financojnë RTK-n, dhe refuzuan buxhetin 4 miliardësh për vitin 2026. Dhe sot të bashkuar pas krejt këtyre refuzimeve, pra po gjendemi para zgjedhjeve të reja dhe me rreziqet e krizave financiare prej RTK-s te 3 komunat e Kosovës dhe sidomos para një dëmi prej 1.1 miliardë euro pas refuzimit të votimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, qofshin ato me Bankën Botërore apo nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian. Kjo nuk është situatë që ne e duam dhe as që e kemi menduar, por përfunduam këtu për shkak se këto parti pas bllokimit për 10 muaj, krizën legale tani duan ta shndrojnë në një krizë sociale. Njerëzit të ngelen pa paga, të mos mund t'i marrin shtesat me rritje, të shkaktohen deficite buxhetore, borxhe të shtuara, mungesë të pagesave për operatorët ekonomik e kështu me radhë. Pra një krizë e cila është veç se legale dhe procedurale, dëshirojnë që ta shndrojnë në krizë sociale, sepse krizë ekonomike e financiare në vendin tonë nuk ka. Buxhetin e kemi gjetur 2.4 miliard në vitin 2021, pas 5 vjetëve po bëhet 4 miliard. Pra një rritje për 2/3. Ekonominë në vitin 2021 e kemi gjetur 7 miliard, në vitin ardhshëm bëhet 12 miliard. Kosova nuk ka krizë ekonomike, nuk ka krizë financiare, nuk ka krizë buxhetore.
Mirë po ka krizë legale, procedurale nga bllokimit e opozitës, e cila po synon qartazi që këtë ta shndrojë në krizë sociale. Na akuzojnë se të tjerët na pas kanë bërë qeveri me 20% e me 30%. Unë pajtohem që kanë bërë qeveri edhe me 20% e me 30%, madje kanë bërë e zgjedhur kryeministra edhe me 7%, por ne refuzojmë të jemi qeveri pazarësh. Me mua mund të kesh qeveri ku bëhet plan e strategji për ndihmën e familjeve dhe të punëtorëve, po jo marrëveshje ku përfshihet ndarja e bordeve të ndërmarrjeve publike. Me mua mund bashkëpunoj me qeverisim për të punuar bashkë që të zgjidhim sa më shumë çështje e të adresojmë qytetarëve sa më shumë halle, por jo të kemi marrëveshje ku ndahen terminale doganore apo posta ambasadorësh. Pra arsyeja pse nuk kemi një marrëveshje qeveritare nuk është mungesa e ofertave dhe bashkëpunimit nga ana jonë, por bllokimi nga ana e tyre, ndërkaq nuk paraqet kurrë justifikimi se më herët janë bërë marrëveshje të tash s'po bëhen, sepse po që se shikojmë për mbajtjen e atyre marrëveshjeve, e shohim se ato janë të palegjshme. Janë kundër shtetit, kundër republikës, kundër demokracisë. Dhe ne ato nuk i bëjmë, dhe pikërisht pse nuk i bëjmë asnjë lloj pazarësh, na i kena fituar zgjedhjet rregullisht në këto vitet e fundit e do të fitojmë edhe me 28 dhjetor. Në 2 vitet e para, qeverisja jonë ishte shumë e kufizuar. Së pari prej krizës së madhe të pandemisë COVID-19, nuk e gjetëm jo asnjë vaksinë, por nuk e gjetëm asnjë kontratë për vaksina. Dhe arritëm që mbi 60% të popullsisë ta vaksinojmë së paku me një vaksinë qysh në vitin e parë 2021, pra për më pak se 9 muaj të qeverisjes sonë. Dhe sikur kjo krizë të mos mjaftonte, me njëherë pasaj ajo energjetike dhe inflacionit për shkak të agresionit rus në Ukrainë dhe me masat e eficiencës dhe të subvencionimit të faturave të energjisë elektrike për qytetarët tonë dhe me qeverisjen e mirë në ndërmarrjet publike në përgjithësi e posaçërisht me performancën e Kekut që filloi të punoj me fitim të shtuar, ne arritëm që edhe nga kjo krizë të dalim fitimtar. E tash, sikur të mos mjafton të kjo kriza e pandemisë që globit i ndodh një herë në 100 vjet dhe kjo energjetike që globit i ndodh një herë në 50 vjet, e kishim edhe krizën që u shkaktua në veri të vendit ton për shkak të agresionit të Serbisë, ku komplet aparati shtetëror i Vučićit u angazhua për ta luftuar shtetin e